Vajza ba madhe drën e Markut në pension, drën Janushën Markut. Në pension në Tiranë, ka punu në Tiranë, ka punu e zyret punës, këto në rëshën, më një pri këto një institut, ka punu e shumë, më një, ka punu e se e hojnë si, krahu i djathë, se i majtë ishë më një majtë, e hojnë, e ka punu me i firmë Gjina Kastërës, kontrole cilësie. Tani, ti e Gjon Marku? Po. Okej. Baba jote ka pas emrin Gjon Marku. Gjon Kol. Gjon Kol Marku. Kol Marku. Po. Nona Martine e Gjon Kol Marku. Gjithë këta emra, ha? Po. I man men që të gjithë? Krejt, në Gjyshin, Kol Preng Marku. Kam 16 vjeç kur ka dek kam qenë. Ka dek Tani, Marku është i pari fari që ka qenë i fisit tuj? Mbi emni jonë. Është mbi emni juj? Mbi emni jonë. Okej. Pra, mbi emri ju është Marku? Po, Marku. Pemën familjare e ke bërë? Ja, është me të rejë. Pse se ke bërë? Po, ta bëjmë kalamajt tash, kur ta bëjmë. Ja u lo shpide se djali është 59 mjesh, djali jenë. Djali, ha? Dvajza ka delë pension. Po sa vjeç u bone ti bab? Unë, bab jem bo 21 vjesh. 20 vjesh jem martu. 20 vjeç Kruja të bona në mëdhet. Si e njoh e grunë? Ja, është zakonisht mirë. Kam pas familje të rrallë, Si e njohe? në përbes të tezës. Po qa mendove kur e pe për herë të parë? E kishëm pa, unë mos e shkoshëm këtë tezja. E Që kërkove 5 vjeç e kom njoftë. E kërkove vetë? Jo, gjyshja, amanonës, tha nus janë e qikja. Që kur ishte e vogël? Po, e në unë, e dita merë bollën e më një mrapa, ullën kam nana baba, në mund të fiun, bom fjesë, 16 vjeç, jemi martu, kjo të bo në 19, unë të bo 20. Ti 16 vjeç që e the ju? Po. Kështë e zakoni në atë kohë. Në atë kohë sot që sot. Pra ti i bie... E kom njoftë nusën Ty të merë. shënda fati 5 vjeç. Po, qysh 5 vjeç e kom njoftë. Po nuk njofte në i tjetër? Që të pëlqeu më shumë? Por që të nërhynë, me më dhanë tjera të spranova. Kështë bulkohen për këte. E në shështu më dullë mirë. Më mirë? Ishte zorë me bo me mua, më bësh komandant jam dhe. Edhe e di se ku sham. Pa jasë një herë femda s'ka bish burri. Po pse ka burri fare? Ka regula. Femna. Me kalu jetën një lojt të dy. Trajtohë si kusht. U martohë dhe mësu merë bo me lule tjera. Se po zbuloj gruja ka të drejt. Ty të ka zbulu në i herë? Shkëm pas e foj se këtë, ne mi pa folë, ajo më ka njoftë mirë mua. Se i kanë folë, se shoqet që këjnë i thonë. I thonë shoqet? Po shoqet që këjnë e nga trojnë. Pa, kujtë veti, mërë veshtë. Ka thënë ndo një herë, banë më ndo një herë? Kush, gruja? Mara. I kanë thënë grusën. Po pra, i kanë thënë, ty ta ka I kanë thënë? thënë, mos ma ka thënë, e kom më ka ardhe më ka tregu që jeti shështu, i kanë thënë grusate, i kom thënë, më ka thënë, atë kom thënë gjohë, e i ka thënë, atë ka në femën, i ka të ka ngellë gjohë marak për vetë. E ka provokuar kjo? Po i thamunet merët me të, ja plejo. Burri është drejtuesi timoni i shpejsë. Kur femna të shëfë për sprapshti, ajo të bjen usht me gjitha. Ajo, femna s'ka rrugë, pylli vetëm. Femna s'shkot me berre, pa bo 5-60 vjeqe vetëm në pyllë. Shë do të boje? Shë do të nëlli? Më përtejt koritet, mos përtejt korit, jo më. A s'ka fajbra, a si ma shetë. Ke qëndru në i herë lërgë shpis? Si shkom shtru, kom nejnë në berat, kom nejtë ushtarë, kom nejtë, kom qeni martu, kom qeni ushtarë. Ke qeni martur kur Po, qeni ushtarë? Po se ti u martuar, fejove 16 në Elbasan e kom bë ushtërin. Në Elbasan? Po. Si ishte Elbasanin atë kohë? Jashtë zakonisht i mirë. Po Berati? Berati njërë, edhe Elbasan litë burrat mirë. Taman shpat, kom shetit në shpatin e Elbasani. Kur janë bëgë kooperativa që kom qenë. Me komisarin, kemi nejtë 10 ditë. Po Beratin kur e ke parë për herë të parë që mendova? Berati më ka pëlqye njerëz shumë të sjellshëm, ndushnje, shumë njerëz të urtë, se unë kam shku shumë në divjak, kam qenë oficer kullajrari. Kam nejnë divjak shumë me 20 ditë, me në preshitjet.
si oficer, po oficer zburist, jo oficer se s'kom pranu, se ka detë majnë ushtri, po këshëm hallat familjare, me rrugë shpia me muka, pas i kom rritë këtë 10 ditë, të 13 ditë pas meje, botërët e kanë qu në shkollë, kom bo shpijet atje, bari kom ardhe kom bo ta.